Kjo çështje është ngritur nga disa prej pjesëmarrësve për të paralajmëruar një situatë me të cilën edhe mund të ballafaqohemi si vend. Pra ta zëm ka zgjedhje në dhjetor, pastaj merr disa muaj kohë derisa ti kemi institucionet, edhe kuvendin edhe qeverinë e zgjedhur, dhe pastaj sapo ta kemi potencialisht një qeveri, menjëherë në mungesë të një kuorumi prej 2/3, menjëherë vendi detyrohet të shkojë në zgjedhje të reja, siç parashihet me kushtetut për shkak dështimit të zgjedhjes së presidentit. Një situatë e tillë u përmend, pak a shumë për me paralajmëruar që mund të kemi 2 palë zgjedhje në 3-4 muajt në vijim, që është një situatë e rëndë, jo vetëm për KQZ-n si institucion që do të sfidohet me këto situata, por edhe si një situatë ku qytetarët fatkeqësisht për një periudhë të gjatë i bie që mos t'i kenë institucionet e veta me kompetenca të plota kushtetuese. U diskutua edhe mundësia që të kemi zgjedhje të drejtë për drejtë të institucionit të presidentit nga populli, mundësi që unë e përkrah plotësisht dhe kam përkrahur që nga viti 2010 e tutje, sidomos ju e dini ka qenë një periudhë kur i patëm përgatita mandamentet kushtetuese, të cilat pikrisht këtë mundësi e patëm para pa, pra zgjedhje e drejtë për drejtë e presidentës dhe pastaj evitohen zgjedhjet nacionale. Sepse nuk ka asnjë kuptim që, spaku nuk ka kuptim funksional, po flas, që për shkak të dështimit të zgjedhjes së presidentës të shkohet pastaj edhe në zgjedhje për parlament edhe në zgjedhje për qeveri, dhe atë për një parlament e për një qeveri që me siguri me mezi do të konstituohet, siç e pam nga kjo praktik. Pra ishte një mundësi, unë pash një vullnet goxhat madh nga një numër i madh i partive politike, që të shkohet me zgjedhje drejt për drejt nga populli, që siç e thash është një instrument që unë e kam përkrahur për gjatë gjithë karrierës time politike, mendoj që është mënyra më e mirë, sepse zëri i popullit është ai që nuk gabon kurrë. Dhe do t'ishte mirë, po siç e dini kërkohet ndryshimi i kushtetues për diçka të tillë dhe kërkohet shumicë dyfisht. Është sfiduese, por jo e pamundur. Për pretendime flasim pak më vonë, një herë të kemi këto institucione tjera. Unë një gjë e kam të qartë që do t'i shërbej qytetarëve të Kosovës, pavarësisht nga cili pozicion mund t'ju shërbej, do t'jem në Kosovë, do të vazhdoj të punoj për Kosovën dhe besoj që akoma mund të jap kontribut, por atë vlerësim fundit e japin qytetarët, ata nuk gabojnë.